Rregulloj çik se të dalë në televizore. A jena gati? Kemi qenë gjithmonë gati. Gjithmonë gati. Televizor. Sot do të kemi një temë mjaft interesante për sa i përket aktualitetit politik, socio-kulturor, ekonomik dhe fantashkencor. Për sa i përket temës psikologjike, përplasjes në distancë me fjalë midis Ulsi Manjës dhe Erion Veliajt. Në rastin konkret, qofse ti për shembull do të ishe mësuesi i Ulsi Manjës dhe Erion Veliaj do thonte që ati katnarit dia fus të thojnë të fyt. Si do të ndihesh ti në rastin konkret që po bullizojnë nxënësin tuaj? Është politika, është konkurenca. Për Erion Veliaj është një shit Tiranës. Ka bë punë, rrugë biçikletash ka bë. Zgjerim rrugë ka bë. Bravo. Me thonë që është në realitetin. Realitet të plak. Apo. Realitet pa. Realitet. Jo llafe mos. Shikeni këto. Po jo. Erioni do të lërohet, të tjetë për ai shpreh kryeministë me Rëndi Ramës. Është shumë i zgjut. O rritur mes bllokut dhe një me shkollë, jo si këta kop. Jo si këto katnarët. Ja, çit lopi ka marrë edhe me politik. Ti në rastin konkret ti po mban krahun e Erion Veliajt, krahun e realitetit, krahun e të vërtetës apo? Po. Flasim vërtetën. Ka bërë vërtet, ka bërë punë. Do të jetë kryeminist, edhe e futën qëllimisht që mos bëhet kryeminist se atë do të populli. Kto ja morën popullin prej dore, e plasën burg. O ti po merr fshatar me politikë, është e keqja. Fshatare i kalon në vogël, Kazumi Lopat, Elmetën e punon. Të dy politikë, që ku i gjeti legët, ky boni, unë faturën në hap. Po. Që pi birën bën namë, ku i gjeti legët thotë. Ku i birë dhe pjesë se punoj. Do i birë se ke punu. Dhe punosh gjithë tetar dash, ku i gjeti legët ta njona. Po, të fanjon aty, ë? Po, na do bus ku i gjeti legët, po daje dash do ri pangur. Punoj më thuj. Po ka ku i gjeti legët, te ka shqiptar. Pyetje kështu më si do mjashtë temë çik tani. Ç'është kjo pyetje ku i gjeti legët domoshta? Shte ka shqiptar, çe punë tjetër, çanë ça pive. Shef, po. Po zbaj kjo vën. Jo një pa shkollë derë më shumë. Shkolla Pa ka nga rrethat njerëz marrën me politikë. Ti janë se njerëz mirë të zgjuara. Tiranci. Ti janë zgjuar po nuk e lën, nuk lë konkurrencës. Dalin patriot. Ti janë s'ka patriot. Kush i ka cënuar Tirancit? Rrethat. Rrethat, ë? Rrethat. Po kush e boni këtë? Tash. Po më që në demokracia. Demokracia e boni këtë. Demokracia punë që njerëz pa shkollë shumë. Një herë në gjën Tiranë pa shkollë, u bën gjithë me pareli. I la lirë demokracia, i la lirë kurse ne saleta kapte fusa mend. Po pse, kush i kishte këtë qëllim, këtë lloj plani? Ai ishte plan ky, ishte orkestruar, organizuar, projektuar. Plan si ishte, po s'ke spion atë, po shoj punën tjetër tash. Po i bie këto që kanë më të zgjuar pra, të tjerë, të rrethet që kanë ardhur. Nuk ka pas shtet ta më zhvillum. Shteti kemi. Sa më zhvillum? Ishte deri në ditën që ishte Erion Veliaj jashtë. Tani që u fut Erion Veliaj, po ta shohësh edhe Tirana ka ndryshuar, ë? Ja, më çka ndryshoi Tirana? Nuk është mos siç ka qenë. Ishte drejt përmizimit, tani po shkatrohet për shkak se ai ishte tamam. Kur e trap. Po kush e futi Erion Veliaj në burg? Kush e futi? Dirama shokën ata të bashkën. Dirama e futi? A e futi. Ata janë shok. Të dy shok. Kush të dy shok? Edhe Dirama dhe Veliaj shokën. Ja shok, po si e futi Dirama domon shokun? Fut shokun në burg? Po shqiptarë kështu pra ka. Jo ti ta fut sot. Jo ti ta fash, gjetë. Po ti vet po ti ishe për shembull në rasti i pyetjes se bëra pa parë. S'bëj keq asnjë s'bëj keq. Më tani me fillu kontrollor në autobus, nuk e bëj dot, s'bëj dot keq. Se bëj dot me po keq, do ka njerëz të keq. Do bënë keq çe zoti la. Shef zoti, bravo. Për 400 lekë bëj ti vetë job tjetër të turp. Job 400 lekë është i 400, jo me gjithë pa bilet ti për shembull, vi kontrolli 15 job ose 1000 lekë. E merr ti? Po unë. Po. Këse klienti pa laribe. Po, s'është. Se s'ka shtet fort. Nuk ka. Po në rastin konkret, nëse ti do të ishe profesori i Ulsi Manjës. Edhe Ulsi Manja është nxënësi yt. Nëse Erion Veliaj do thonë që aty katnarit difuz thonë fyt. Ti ke nxënës Ulsiun. Si do ndihesh ti që të kanë bullizuar nxënësin? Shokën atë është politika. Po në rregull, më marrim një rast hipotetik për shembull. Një rast një ngjarje, ka ndodhur kjo ngjarje që nxënësin tën po e bullizojnë, po i thonë që aty katnarit. Veliaj është lindën në Tiranë. Po thotë për Ulsiun, pra thotë Ulsi që është katnar. Nuk është atë me udhëzimin, është një me shkollë, tamam. Po. Nuk zihet, është kamen. Po thonë që kanë dalë të përgjime tani, audio regjistrimet që i kanë bërë aty në burg aty që thotë bjeri këtij, thotë bjeri aty, ky ma ka fut, ai ma ka bë. Ja rrena. Rrena.
Erioni do të jetë punë prap. Boj thirrje gjithë atyre që i kanë bërë padrejtësi Erion Velia, gjithë shokët që e kanë braktisë dhe e kanë çuar atje dhe nuk po i qëndrojnë pranë sot në këto ditë vështira. Qoftë edhe qytetarëve, shqiptarëve që A këta bëjmë unë gjurmë të, po të mojnë pushteti prap. po do dënohet thoni ju Erion Velia? Ja, për mua, Jo, okay. Ju thoni që mos dënohet, por a do dënohet sipas ngjarjeve si po shkojnë, si po Ai do dalet, të vazhdoj punës, do dënohet fare. Ai është për kryeministër. Po kryeministër. Ai është për kryeministër. Po që kryeministër, përse e merr prap. Pa. Jo me djamën. Jo Edi Rama. Erion Velia, kryeministër është në rregull. Ai bë punë, është i zgjat. Shumë shkallë nga goja gjitha. Ka, gojën e përdor. Shumë shkallë. Ka një nga dhuntit e tij më të forta. Po shkolla mes bllogut edhe. Po shkoj me gojë, më shkoj Po shkolla ke 11 janar shkolla më. Ka bërë shkollën 11 janar shkolla më e Tiranës. Më mirë. Po më. Është jaftë. Është jaftë. Bravo. Po fajin e kanë ata që kanë ardhur nga rrethë. Ata. Ato e kanë që kanë ardhur tu, kanë zaptu Tiranën, kanë marrë pronat e tiranësve, i kanë bërë keq tiranësve, i kanë hyrë hak tiranësve ti mikpritën. Do të më bëj gjë urgjentisht për këtë gjendje ku jemi, Ka Amerika në dorë tash. Kush e ka? Amerika, bravo. Amerika ka kërcit protesta atje në Amerikë vetë po. Ja. Trumpi? Trumpi. Dhe bëj Trumpi thua? Çfarë do bëj Trumpi? Trumpi ska 80 çfarë do bëjmë, do bëj mirë dhe s'bëj keq. Për të Berisha. Të bashkë, Saliu, Trumpi, Putin e tre bashkë. Jena tre bashkë, Tre bashkë. për të shpëtu botën. Botë për botën. Do e shpëtojnë. Po. Më mirë Erion Velia apo Berisha? Berisha është më mirë se të me punu. Berisha të le me punu. Tekat mirë. I le lirë njerëzit. Ani pini, taksat lira, drita falas. Po. Se këta i kanë shtrejt. Edi Rama. Ka shtrejt. Edi Rama se merret mos, ka çfarë? Ja. Ha? Sali. Sa jemi? Sali Flori. Sariu. Pra me disë Erion Velia dhe Saliu për me këtë jeti kush është më mirë? Saliu le me punu. Saliu është më mirë të jetë kryeministër se Erion Velia. Po. Pa. Më dhe për pësën, pësë Edi Rama... Partisë që është Erion Velia më mirë. Që për dhe është Sali Berisha. Sali Berisha. Po me disë Erion Velia dhe Sali Berishës është? Sali Berisha. Sali Berisha, ai është nish. Ai bo 100 vjeç është burr shteti. Bo 100 vjeç jep shumë pak, ai do të shkojë 180 se. Doktor profesor më mirë Shqipërisë. Më mirë. Mendon si do të fitoj Berisha thua? Ai fitume. Ka i vit e mori me Lulbashë për shiti Luli. Ishte të morë me qekur. Prap si e thamë ne? Si e thamë edhe pak më para? I jodi ta fut sot? I jodi ta fut pra? I jodi. E hongri pa besi, e rriti Lulin, ja dha gjitha gati, ai hop, ja futi boni. I jodi ta fut sot. Boni me. Po Berisha thonë që ka një kështu, po bëhet një marrëveshje midis Berishës dhe Erion Veliait për të mposhtë Edi Ramën. Ja. A mendon se nuk Nuk kemi komunistë të Saliu. Nuk lidhet, ë? Nuk është komuniste. Ai ka punu, ka nejt me Enverin, ka punu, ka qenë mirë. Po ishte pare. Tratari pas, gjithë unë komunist kam qenë. Je babi jot, gjyshi jot. Sot si je? Po s'kemi, ndryshu sistemi, mjaft. Po mirë, mos e ke ngjak i çik, se ke fare kështu ndër. Ne kemi vujt me atë kohë. Ai ndroja shtetin me fali llaf e gojë të fusin burg. Po mos im dole ke Enver prapë, mos më dini ke Enver prapë. Po vetë Saliu me Enver pra është do të dalë se. Po më mirë ka qenë Enver edhe sot ku jemi sot. Me Saliun. Me Saliun. Me Saliun. Unë mirë, nuk kemi çfarë ashtu. Nuk kemi Saliu, Flori, ti je në Shqipëri. Na ke bënë një analizë shumë bukur, na ke hap syt. Saliu është. Ska nevojë. Ne vëmendim miq. Hajde, t'ja kalosh mirë.